nga genocidi grek, që filloi më 27 qershor 1144. Mua më vran së pari gjyshin tim, Imam Muharrem Bollati, 82 vjeç. Mbas ti më vdiq gjyshja Ruhije, 72 vjeçe, në burgun e Paramthis. Në xhamin e Paramthis më vran nënën time Betulla, 36 vjeçe. Më vran babain 52 vjeç. Ne vrante shkolla. E morën nga neve, e rëmbyen, edhe të nesmen i vran të gjithë një 30 burra. Rrugës vran vëllain e madh Ferhatin, 13 vjeç, dhe nuk u varos në asnjë vend. Motra e vogël 2 vjeçe, Makbule, nga uria, nga sëmundjet, vdiq në burgun e Paramthis. Duke ardhur nga Qamria në Shqipëri, vdiq Faruku 5 vjeçar. I kam jetuar gjithë ato krime që bëhen në familjen time, po edhe në gjithë shqiptarët e Qamris nga genocidi grek. Në atë moshë që isha unë, 7 vjeç, kam parë të merret. Atë që kam jetuar dhe kam parë nuk më hiqet nga mendja. Unë bie të flej natën me mendje atje. Edhe kthiem mëngjes, po me mendje atje.